Sekuestrimi I celularëve dhe përgjimet janë metoda më e përdorur nga SPAK për goditjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Sipas raportit vjetor të SPAK për vitin 2025, përgjimet janë përdorur në 186 procedime penale gjatë vitit të kaluar. Në total janë interceptuar 3004 pajisje telefonike, që do të thotë se mira komunikime të personave nën hetim janë monitoruar në kuadër të hetimeve të institucionit. Aktiviteti I zyrës së përgjimeve është zhvilluar në kushte të një ngarkese të lartë pune, ndërsa SPAK thekson në raport se prioritet ka qenë respektimi I dispozitave ligjore që rregullojnë këtë proces. Për realizimin e përgjimeve janë dhënë 250 autorizime nga prokurorët, ndërsa gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka nxjerrë 1738 vendime të ndryshme që përfshin lejime përgjimi, vlerësime të tyre dhe zgjatje të afateve të monitorimit. Sipas raportit, në disa raste të dhënat e përfituara nga përgjimet kanë zbuluar edhe element të veprave të tjera penale jashtë objektit fillestar të hetimit, duke bërë të mundur regjistrimin e procedimeve të reja penale nga SPAK, por SPAK ka intensifikuar dhe sekuestrimin e celularëve. Gjatë vitit 2025, në sektorin e ekspertizës, kanë bërritur 372 vendime ekspertimi, që lidhen me 615 prova digjitale të sekuestruar në kuadër të hetimeve. Mes tyre përfshihen 503 telefona celular dhe tableta, 98 kompjuter, 14 pajisje DVR, si dhe 153 prova të tjera digjitale si diskje të jashtëm, USB, karta memorie apo CD dhe DVD. Sekuestrimi I telefonave është një metodë që ka alarmuar politikën. Pjesa dërmuese e ministrave, deputetëve dhe funksionarëve kanë azgjesuar telefonat e vjetër, po ashtu të gjithë po përdorin aplikacione me shkallë të lartë sigurie. Duhet të theksojmë se BKH I sekuestroi 6 telefona Monika Kryemadhit dhe fal tyre u gjetën prova të forta që çuan pas hekurave Ilir Metën.